që ka të bëjë me memorien, sepse memoria është shumë e rëndësishme, ne nuk duhet harrojmë çfarë ka ndodhur, që mos të lejojmë që ajo të përsëritet. Dhe periudha e diktaturës komuniste është pothuajse është harruar, sepse bëhet shumë pak për memorien. Fundacioni Kujto, ku unë punoj bashkë me një grup gazetarësh të tjerë, që janë shumë të njohur dhe i përshëndes, si Luljeta Progni, Admirina Peçi, Erald Kapri e tjerë, po përpiqemi prej 7 vitesh me mbështetjen sigurisht të themeluesit të Fundacionit Agronsheja që të krijojmë një database të dhënash për gjithë viktimat e komunizmit, për gjithë ngjarjet që kanë shënuar këtë periudhë, të bëjmë aktivitete dokumentar edhe investigime, kemi bërë dhe investigime, për çështje që janë sot e kësaj dite aktuale. Pra është një dramë që përjetohet nga ata që e vuajtën drejt për drejt, nga fëmijët e tyre, por edhe nga nipërit e tyre. Pra është drama për cilët brez pas brezi.